Territori shqiptar për datën 23 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por mundësia për eshje do të jetë shumë e ulët. Burimet e disponueshme japin një ditë kryesisht të nxehtë të kthjellët. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me një mod të nxehtë të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 16 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 14 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 7 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e ditës në Tiranë do të jetë rreth orës 5:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:29 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 33 gradë. Peshkopi 16 deri në 32 gradë. Tiranë 23 deri në 36 gradë. Durrës 23 deri në 33 gradë. Kavaj 22 deri në 33 gradë. Elbasan 21 deri në 36 gradë. Berat 21 deri në 36 gradë. Korçë 16 deri në 31 gradë. Vlorë 23 deri në 34 gradë. Qirokastër 19 deri në 35 gradë. Sarandë 24 deri në 33 gradë Celsius.